Për fat keq, vjosa është duke rritur goxha prurjet nga të dyja degët e saj. Nga informacionet më të fundit që kemi në Memaliaj, aty ku kemi edhe një shkallë matës, niveli pothuajse ka shkuar 6 dhe sipas gjithë përvojës son të viteve të kaluara, kur kalon 6 dhe kur i afrohet le të themi 6.5, atëherë fillon edhe shfaqjet rreziku për gjithë zonën tonë. Sigurisht është dhe ajo koha që nevojitet prej 5-6 orësh, që prurjet këtu pastaj të fillojnë të kapin maksimumin, por ajo që dua të theksoj është fakti që nofta kemi ardhur momentin që duhet të fillojmë të sensibilizojmë, duhet të fillojmë të njoftojmë njerëzit, kryesisht banorët që janë le të themi pranë vjosës dhe që përgjithsisht edhe nga vitet e kaluara kanë pasur probleme. Ndofta nëpërmjet jush do doja t'i bëja thirrje të gjithë atyre që të fillojnë të evakuojnë në radh parë le të themi baktit që mund të kenë në përstanet e tyre afër vjosës dhe pastaj sigurisht gradualisht duke marrë masa edhe për ndonjë oriendi apo sende të ndryshme që mund të kenë të vetat. Masa konkrete bashkia ne kemi filluar njoftimin e banorëve që në orët e para të mëngjesit nëpërmjet kryepleqve, nëpërmjet administratorëve të njësive për bërë sensibilizimi, por sigurisht edhe roli juaj këtu është i pazëvendësueshëm në këtë mes. Jemi në monitorim të situatës, e gjithë bashkia është në emergjencë të plot. Po afrojmë gjitha mjetet që kemi ne, kamiona, skrepa për çdo moment që mund paraqitet dhe çdo ndërhyrje që mund nevojitet në territor. Besojmë dhe shpresojmë që me masat që dhe investimet që kemi bërë gjatë gjithë këtyre viteve, sigurisht nuk do të kemi ato për masa le të themi që ka pasur në shumë vite të shkuara. Por ende nuk mund ta themi me siguri nëse vjosa do të dalë apo jo, por më mirë të marrim masat sigurisht. Cilat janë pikat më të nxehta që pritet që të dalin? Po padyshim nisur nga praktika e viteve të shkuara, fshatrat këtu ku jemi afërsisht, pra qoftë nga krau i Vlorës, qoftë nga krau i Fierit, fshati Ferrat, fshati Novosel, dhe pastaj sigurisht ndofta për shkak ose duke u nisur nga niveli i prurjeve që për momentin nuk e përcaktojmë dot, ndofta edhe diçka pjesa e poshtme le të themi në fushat e Darzezës. Domethënë këto janë pak a shumë pikat e rrezikut, ndërsa pjesa sipër vjosës, pra duke filluar